Të rëtuar çështjen e inceneratorëve, atë të një grupi të strukturuar kriminal që ka konspiruar, punuar dhe vënë në jetë këtë aferë korruptive me kontrata që shkojnë deri në 430 milion euro. Pyetja tjetër, si ka mundësi që SPAK nuk ka marrë ende si të pandehur zotin Veliaj në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, ku SPAK-u përgjegjësia e tij penale është e qartë. Pyetja e fundit lidhur me këtë temë, a ka përpjekje nga SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj nga Zvicra, nëse jo, çfarë pengon SPAK të bëj një përpjekje të tillë? Lidhur me çështjen e inceneratorëve, kemi këtu inceneratorin Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Prokuroria e posaçme ka hetuar në kuadër të këtyre 3 procedimeve penale 71 persona të gjithë niveleve. Disa prej tyre janë me vendime penale të formës së prerë, disa janë në proces hetimi, disa janë në gjykim, si dhe po hetohet dhe për fakte penale dhe persona të tjerë të cilët mund të jenë përgjegjës për këtë veprimtari kriminale. Lidhur me pyetjen që bëhet për ta trajtuar në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si një bashkëpunim të posaçëm të autorëve të veprës në kryerin e veprës penale. Lidhur me inceneratorin Elbasanit, Fierit, këto 2 procedime penale kanë kaluar gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor. Jo vetëm ka kaluar fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake, por edhe para trupit gjykues që ka gjykuar çështjen në themel dhe i kanë gjetur sa ta konformës së bashkëpunimit, e kanë gjetur të drejtë kualifikimin ligjor të bërë nga ana e prokurisë së posaçme. Lidhur me pyetjen që nuk e ka marrë ende si të pandehur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Lidhur me pyetjen a ka përpjekje të SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj nga Zvicra, deklarimet publike të tij vlerësohen rast pas rasti, për ne sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pastimit produkteve të veprës penale dhe vepra të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurorinë e posaçme, është mëse i mirëpritur. Lidhur me pyetjen tjetër, pasi parashton një kallëzim penal të tetorit 2021 në emër të Partisë Demokratike, ku sipas zonjës Tabaku ka kallëzuar abuzimet e sektorit të energjisë dhe bën edhe disa pyetje të tjera që konsistojnë në cilat janë hapat që janë ndërmarrë në lidhje me këtë çështje që kam kallëzuar për abuzimet në sektorin e energjisë. Një pyetje kërkon informacion të drejtë për drejtë mbi veprimet që ka ndërmarrë SPAK ndaj drejtuesve të OSHE-s, Keshtit dhe institucioneve të tjera. A janë identifikuar përgjegjësit për dëm ekonomik të vlerësuar rreth 10 milion euro për një tender dhe 100. A është analizuar mënyra kontraktimit dhe çmimit e blerjes së shitjes së energjisë për provuar akuzat që shpërdorim detyre dhe korrupsion? Tani, lidhur me pyetjet që ju bëj me dije që kjo çështje është dërguar për kompetencë në prokurorinë e Tiranës. Nuk po hetohet nga prokuroria e posaçme. Një pyetje tjetër është pasi referohet një deklarimi timin në Komisionin e Ligjeve, zonja Tabaku pyet, në fund të rrugtimit tuaj si prokuror, por edhe në mandatin e fundit tuaj si kreu SPAK, a është vallë kjo një dorëzim përballë presioneve dhe njëkohësisht dorëzim përballë pamundësisë për të hetuar realisht korrupsionin dhe krimin e organizuar? Jo, s'ka të bëj fare, unë nuk dorëzohem, nuk jam njëri që dorëzohem, ju bëj ballë sfidave dhe për një gjë jeni të sigurt që unë do të vazhdoj të jem prokurori i Republikës Shqipërisë dhe pas mbarimit të mandatit në vjeçar, kuptohet, po na la Zoti jetë. Sqaroj këtu se i kam kërkuar disa herë parlamentit të shqyrtoj mundësinë e shikimit të mandatit të prokurorëve të posaçëm.
Dhe në jo pak raste është aluduar se e bëj këtë për interesin tim personal. Për këtë arsye, e ritheksoj edhe një herë se nëse politika e kushtëzon apo ka dhe mendime se zgjatja e mandatit lidhet me emrin tim, atëherë unë nuk rikandidoj. Robert Kennedy, ish prokurori i përgjithshëm i Amerikës, ka thënë ndërmjet të tjerave se lavdia e drejtësisë dhe madhështia e ligjit nuk krijohen vetëm nga kushtetuta, por nga burrat dhe gratë që jetojnë ato me guxim dhe mirëkuptim. Prandaj e ndjej punën, kam guximin, por përpiqem të jem dhe i mirëkuptueshëm. Dhe kjo fjali vlen, kjo thënie e Robert Kennedy vlen për gjithë prokurorët e posaçëm. Ju lutem zoti Berisha. Ashtu është bërë deri tani, është lexuar pyetja dhe është vijuar me përgjigjen. Ju lutem. Ju lutem zoti Berisha, mos ndryni, ju lutem. Po lexohet pyetja dhe vijohet me përgjigje. Zoti Dumani, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar. Pyetje të bëra nga deputeti Luciano Boçi. Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm me Edi Ramën? Pse nuk mban ai përgjegjësi penale për çështjet e mërsipërme pasi rendit disa çështje? Për shembull, që ka miratuar në këtë kuvend ligje që i ka shkruar Klodian Zoto, e keni thënë ju. Nuk e kemi thënë ne si opozitë. Pra, lideri i opozitës duhet të përndiqet prej 3 vitesh pse ka miratuar ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, se një nga mira e mira përfitues është familja e dhëndrit e tij, gjëja më normale në botë e që ndodh kudo. Edhe ne deputetët, në klapa kjo, edhe ne deputetët miratojmë pagat tona. Çfarë do të thonë? Kjo me qenë se përfitojmë edhe ne, duhet të ndiqemi për korrupsion, ndërsa Edi Rama që miraton ligje për llogaritë të vetëm një afere korruptive, po sipas jush, jo më vetëm sipas nesh tashmë, siç është afera e inceneratorëve, apo që ja shkruan përfituesi Klodian Zoto, ai nuk ka asnjë përgjegjësi penale. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendni, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Siç edhe herë të tjera kam deklaruar publikisht, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Pyetje tjetër e bërë po nga deputeti Luciano Boçi, a i keni dëgjuar ju ultimatumin e kryeministit Edi Rama, thënë publikisht në shkurt 2025, që SPAK mos guxojë të dalë në terren dhe t'i afrohet partive politike në fushat, të mos guxojë të gjurmojë partitë në zgjedhje. E vërteta është që në fakt ju, edhe pse bëhet shpërndarjen e prokurorëve nëpër territor, përveç ndonjë vizite disa orë në ndonjë qark të caktuar, prokurorët dhe hetuesit e BKH as ishin në terren, as gjurmuan partinë e kryeministit, as nuk dërmorën ndonjë arrestim në flagrancë për krime zgjedhore. Thoni, kemi në hetim disa çështje. Pra, po përpiqeni të gjeni prova. Por ju kujtoj që zgjedhjet kanë 6 muaj që kanë përfunduar. Tani pyetja ime është, nëse nuk ishin në terren gjatë zgjedhjeve për të gjetur prova, kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Kur do të gjeni zgjedhjet e tjera? Prokuroria e posaçme ka qenë dhe prokuroria e posaçme përfshi prokurorë dhe hetues të byros kombëtare të hetimit, kanë qenë në terren, ka qenë edhe në zonën që ju keni drejtuar politikisht zoti Boçi, dhe ju e dini shumë mirë se sa e vëmendshme ka qenë prokuroria e posaçme edhe ndaj denoncimeve publike të bëra edhe nga ana juaj, ku pas një denoncimi publik të bërë në media lokale,
je kontaktuar nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe të shbër e ditur, jeftuar të japësh të dhëna, indicje apo dhe kallëzim penal lidhur me faktin që ju e kishit denoncuar më parë në një emision në media. Në të njëjtën kohë, me kontaktin që mori me ju, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, së bashku me Policinë e Shtetit, bën verifikimet përkatëse lidhur me pretendimin tuaj në zonën ku ju denonconit dhe nuk rezultoi që të ekzistonte ajo situatë e bërë e paraqitur në denoncimin tuaj publik. Dhe prokuroria e posaçme thash ka qenë në të gjithë rrethët pothuajse. Atje ku ka patur problematik, ka marrë kontakt me përfaqësues të partive politike, me qytetarët, me Prokurinë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, me Policinë e Shtetit, duke kryer edhe veprimet konkrete hetimore. Për të vazhduar te pyetja tjetër e zotit Boçi, pastaj thoni që partitë politike bën kallëzim me indicje, po nuk sollën prova. Por ju duke patur hetues BKH, Policinë Shish, mjete procedurale, si kontrolli dhe përgjimi, dhe sot që flasim thoni s'kemi ende prova, po i kërkojmë e po jetojmë për 40 procedime jeni shprehur. Po partitë politike, përveç indicjeve, çfarë tjetër mund të sillnin? Dini gjë që kemi shërbime hetimore ne në përbërje apo policë, apo mund të përgjojmë e kontrollojmë ambientet e caktuara. Ne kërkojmë që partitë politike dhe drejtuesit politik të tyre të ngrihen në nivelin e qytetari të Republikës Shqipërisë, të cilit i kërkohet në rast se vjen e dieni të një krimi të kallëzojë krimin. Kjo kërkohet edhe nga drejtuesit e partive politike dhe sa i takon hetimeve, edhe sa i takon zonës që ju keni mbuluar zoti Boçi, kemi disa procedime të cilat vazhdojnë dhe po kryen hetime me qëllim evidentimin e autorëve përgjegjës të veprave penale. Një nga krimet më të mëdha, pyetja tjetër e zotit Boçi, është një nga krimet më të mëdha dhe ende të pasbardhura për sa i përket autorëve, jo thjesht zbatuesve për cilët ka akuza konkrete nga numri 2 qeverisë atëhershme, është kanabizimi i vendit në vitet 2016-2017 e në vazhdim. Pastaj vazhdoni parashtrimin tuaj dhe pyetja është, a keni filluar ju një hetim konkret për këtë krim me autor kryeministin e Shqipërisë? Jo, nuk kemi filluar një procedim penal të tillë. Pyetje tjetër. Tani, isha ambasadori Donald Lu në 2016 deklaroi dhe ministri i atëhershëm Xhafa e pranoi se në Shqipëri ekzistonin 4 familje mafioze dhe 20 grupe kriminale. Ndërsa ju në një konferencë për shtyp ke njoftuar se njihni mirë klanet mafioze dhe mënyrën e organizimit të tyre. Unë nuk besoj se kjo ishte një deklaratë politike, por transmetim të dhënash nga organet ligjzbatuese partnere. Grupet se takon luftës, pyetja është a keni sot për të na transmetuar një rezultat konkret se cilat nga këto familje keni neutralizuar dhe cilët nga grupet lart përmendur keni azhësuar. Nuk besoj të më listoni ato që zbuluan nga dëshmitë e Nureddin Dumanit se aty gjithçka ishte rastësore. Tani, sa i takon rezultateve të prokurorisë së posaçme në luftën kundër krimit të organizuar, e vetmja, domethënë një ndër gjërat për cilat prokuroria e posaçme duhet ndihet krenare është pikërisht lufta kundër krimit të organizuar. Sepse falja dhe bashkëpunimit që kemi patur me gjithë agjencitë partnere të Vendeve të Bashkimit Evropian, pa përjashtim, me vendet në rajon, me Mbretërinë e Bashkuar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi një vit e gjysmë edhe me vendet e Amerikës Latine, kemi arritur të ndërtojmë vendehetime të suksesshme, me të cilët Shqipëria mburret dhe në Eurojust si model suksesi. Kjo është dhe kemi vazhduar dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushësisht me agjencitë partnere të cilët na kanë besuar dhe vazhdojnë të na besojnë. Dhe ky besim që na është dhënë nuk është a priori, jo. Është besim që na është dhënë sepse e kemi merituar, sepse në bashkëpunimin me ta kemi treguar sa serioz dhe sa korrekt, sa
Sa profesionistë jemi në hetimet e përbashkëta që kemi patur me agjencitë partnere. Dhe se kam dëgjuar shpesh që bëj një krahasim mes prokurisë posaçme dhe prokurisë së krimeve të rënda. Dhe patjetër unë kam qenë pjesë e prokurisë së krimeve të rënda dhe jam krenar që kam punuar edhe krimet të rënda dhe kam dhënë edhe kontributin tim edhe aty që kur ka filluar ajo prokuri dhe për kolegët e prokurisë së krimeve të rënda vërtet kanë qenë prokuror profesionist dhe vlerësim maksimal për ta. Por vetëm një shifër ju jap. Nga viti 2004 deri në vitin 2019 nga krimet e të rënda janë trajtuar, jo gjykuar, janë trajtuar rreth 718 subjekte. Vetëm në 5 vite e 10 muaj SPAK ka tekaluar këtë shifër. Dhe niveli sofistikimit të krimit organizuar sot as që mund të krahasohet me shkallën e organizimit që ekzistonte 10 vite më parë, 12 vite më parë, as 6-7 vite më parë, sepse krimi organizuar shumë dinamik dhe ajo që është që duhet vërtet vlerësuar maksimalisht është ky bashkëpunim i prokurisë posaçme me gjithë agjencitë partnere zbatimit ligjit, përfshirë këtu edhe ato të Amerikës, harrova të them FBI-n edhe DEA-n. Një bashkëpunim pa barriera, të hapur në çdo orë të ditës me qëllimin e vetëm të bëhemi bashkë dhe të jemi suksesshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Dhe të thash, nuk ta jep kush të besim dhe këtë vlerësim. Jo, duhet japësh prova. S'ka a priori besim dhe vlerësim. Tani tjetër pyetje e zotit Boçi është pse nuk merren si të pandehur politikanët e implikuar si në rastet kur ky standard i përgjithshëm nga SKAI është përdorur për krimet kundër personit apo trafikimi i lëndëve narkotike. Patjetër që në çdo rast që të dhënat e përftuara nga SKAI përkrijojnë bazën e mjaftueshme ligjore për të ngritur akuzë ndaj çdo personi, politikan apo trafikant, ne kemi ushtruar ndjekjen penale dhe siç ju e dini, një ish antar i Kuvendit të Republikës Shqipërisë është proceduar penalisht, ka kaluar madje është marrë i pandehur, ka kaluar dhe fazën e gjykimit para gjyqtarit të seancës paraprake dhe sot po ngrihet dhe sot jemi para fazës së gjykimit në themel. Sa i takon rasteve të tjera, për momentin nuk kemi përndar gjë as me parlamentin dhe as publikun, kur të kemi për të ndarë, patjetër që do bijeni në dieni. Në një pyetja tjetër e zotit Boçi, në intervistë në gazetën La Repubblica keni deklaruar, por në përgjithësi bazuar në hetimet e kryera nga SPAK, mund të themi se sektoret më të prekur nga pastrimi i parave janë ndërtimi, pasuritë e palujshme, lojrat e fatit dhe turizmi hotelier. Kohët e fundit është vënë re edhe përdorimi i kriptomonedave. Sa raste hetimi keni ndërmarrë për pastrim parash në ndërtim, për lojrat e fatit që duket sikur janë tabu, po për turizmin hotelier, ku spikasin resortet e investitorëve strategjik të Ramës, po për kriptomonedat. A keni nisur raste hetimi? Në cilën fazë janë hetimet për mikun e Ramës, Amant Josifin? Tani, edhe në raportin që unë sapo lexova, pjesë nga raporti, duket qartë rritja e ndjeshme e procedimeve penale për pastrimin e parave. Kemi nisur hetime për pastrim parash, patjetër edhe për ndërtim, edhe në turizëm hotelier, ku mund t'ju them, nuk e di, rreth të paktën rreth 4 hotele janë konfiskuar tashmë si produkte të veprës penale. Në ndërtim, po, sepse ne kemi parë raste, madje dhe kemi sekuestruar, disa janë konfiskuar, disa janë proces në konfiskimi, ku kanë investuar eksponentë të krimit në organizuar, në njësi tregtare, në apartamente luksoze, në vila, dhe ne kemi kemi pjesë të portofolit të aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara pikërisht, njësi tregtare, vila, apartamente e të tjerë. Sa i takon kriptomonedat, po, ne kemi
patur hetim në vitin 2024, ku gjatë hetimit të një organizate kriminale kemi konstatuar se eksponent të kësaj organizate përdorin kriptomonedhat edhe për të pastruar para, por edhe si mjete për të blerë lëndë narkotike në vendet e Amerikës Latine. Nuk është e kemi bërë publike, është një shumë prej mbi 11 milion euro në kriptomonedha e cila është sekuestruar. Gjithashtu kam informacioni që edhe një sasi më e madhe është në proces sekuestrimi nga Prokuroria e Posaçme për krimin të organizuar. Patjetër është një proces shumë i vështirë, është shumë e vështirë të identifikosh, të ndjekësh dhe më tej të sekuestrosh apo të konfiskosh kriptomonedhat. Ne në SPAK kemi përpjekur në sakt që të kemi hohetues të specializuar byros kombëtare të hetimit. Gjithashtu jemi ndihmuar nga agjencitë partnere, nga NCA, jemi ndihmuar nga Europoli, nga Belgjika, nga Spanja edhe nga Holanda dhe kemi arritur që të sekuestrojmë këto portofole digjitale në vlera të konsiderueshme. Lidhur me pyetjen tjetër në cilën fazë janë hetimet për mikun e Ramës Amanti Josifin, faktikisht edhe më duket edhe në vitin e kaluar jam pyetur për këtë rast, nuk e di në seancë plenare apo në komision, por hetimi për këtë çështje penale, për këtë procedim penal ka qenë në kuadër të një skuadre përbashkët hetimore e krijuar me autoritetet spanjolle, por dhe me autoritetet e tjera ligjbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe si prokurori, sepse kështu punohet në gjithë në skuadrën përbashkët hetimore, bëhet një marrëveshje. Cilët do procedoj SPAK, cilët do procedoj Spanja, cilët Gjermania dhe cilët po them Franca. Dhe është rënë dakord që për Amanti Josifin do procedoj Spanja, siç është bërë. Ka proceduar Spanja për të. Ne kemi proceduar për disa subjekte të tjera, të cilët janë arrestuar, janë hetuar dhe janë gjykuar. Por kjo është pjesa më normale e bashkëpunimit me autoritetet e huaja, sidomos në kuadër të gjitit. Prandaj është skuadra përbashkët hetimore. Ndajmë rolet, ndajmë subjektet edhe kontribuojmë në atë hetim të përbashkët. Pyetjet e Gent Strazimiri, Pyetja e zotit Strazimiri është: a dini ndonjë rast që kryetari i një partie politike dhe kryeministri i një vendi të jetë marrë i pandehur sepse ka zbatuar vizionin e forcës politike që ai drejton dhe programin qeverisës nëpërmjet të cilit është votbesuar nga qytetarët dhe parlamenti. Tani kjo është një çështje konkrete e cila ka kaluar fazën e hetimit paraprak. Çështja është dërguar në gjykim, gjithashtu ka kaluar edhe fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake. Gjyqtari i seancës paraprake ka verifikuar edhe akuzat, edhe provat e ngritura por dhe provat e ngrumbulluara, edhe aktet proceduriale të kryera nga ana e prokurorisë së posaçme dhe ka vendosur që çështjen ta çojë për gjykim në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsionin e krimit për korrupsionin dhe krimin organizuar, të shqyrtohet çështja në themel. Gjithë këto pyetje dhe pretendime që ngre zoti Strazimiri i pirkasin seancave gjyqësore që po zhvillohen në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Si ka mundësi që Taulan Balla, kallëzimi penalit i cili do provua 4 sipërisht të ishte i rrem, nuk thirret qoftë edhe një herë për të pyetur nga SPAK. Është në vlerësimin e prokurorëve të cilët kanë hetuar çështjen penale në fjalë për të konkluduar nëse jemi para kallëzimit të rrem apo para një kallëzimi i cili ka substancë dhe vlerësohet nga ata për qëllimet e hetimit paraprak. Si shpjegohet zoti Dumani që Edi Rama, kryetari i Bashkisë Tiranë dhe Këshillit të Rregullimit të Territorit,
i cili vendosi tjetërsimin nga kompleks sportiv në zonë banimi dhe ndërtimi nuk thirret qoftë njëherë të vetme në SPAK, ndërkohë që Sali Berisha, i cili në respekt të parimit të autonomisë vendore, miratoi vendimin e KKRT-s Tiranë me rreth i pandehur. Edhe kjo i takon shqyrtimit në themel të çështjes para shqyrtimi i cili po bëhet para gjykatës posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Cila është arsyeja që akoma dhe sot e kësaj dite, është pyetja e tjetër e zotit Strazimiri, Sali Berishës, kësaj dite ndaj Sali Berishës ka një masë sigurimi për detyrim për të paraqitur 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme, ndërkohë që hetimet kanë përfunduar dhe çështja është dërguar për gjykim. A nuk ka për qëllim që masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore të konfirmojë praninë e personit në territorin e vendit dhe gatishmërinë e tij për t'ju përgjigjur në çdo kohë organit procedues? Çfarë qëllimi apo kuptimi ka sot pra masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore? Zoti Strazimiri, kjo masë sigurimi është caktuar me vendim gjykate dhe është po gjykata ajo që mund të vendosë shuarjen e masës sigurimit. Nuk është në tagrin e prokurorisë së posaçme të vendosë shuarjen e një mase sigurimi. Pyetje nga deputeti Besart Qaferi. Pasi zoti Dumani, pas vizitës suaj në Departamentin Amerikan të Shtetit, ju keni zhvilluar një vizitë në Mal të Zi me kryeprokurorin special të Malit të Zi, zotin Vladimir Novovic, me 9 shtator. Ndërkohë, më 15 shtator kemi pritur në një takim drejtuesin e prokurorisë për krimin e organizuar të Serbisë Mladen Nenadic. Pyetjen që kam për ju është, a keni marrë sinjalizime nga Departamenti Amerikan i Shtetit se kartelet serbe dhe malazeze kanë përdorur portin e Durrësit për të kaluar drogë drejt Bashkimit Evropian, apo kanë pastruar para në sektorin e ndërtimit dhe a ka hetime nga SPAK në këto 2 drejtime? Për ta vazhduar, se është e njëjta vazhdim pyetje. Blini Prona, kjo është Edi Edi Ramës, njeriu që ka marrë monopolin leve të ndërtimit në Tiranë dhe në Bregdet e tjerë. Duke qenë se Departamenti Amerikan i Shtetit dhe partnerët ndërkombëtar e shënjojnë Tiranën si një qendër të pastrimit të parave dhe vetë Arben Ahmetaj është shprehur se parat e bandat pastrohen në ndërtim, a do të nisi një hetim ndaj Edi Ramës për pastrim parash në ndërtim? Lidhur me pyetjen e parë, vizita dhe takimet në Departamentin e Shtetit ka qenë një nga më të mira që kam realizuar dhe kam takuar disa përfaqësues të lartë Departamentit të Shtetit, krahas në përfaqësues të FBI-s apo dhe të Departamentit të Drejtësisë. Se çfarë është biseduar në këto takime, ne kemi bërë një komunikim me median dhe nuk mund të them asgjë më tepër se ai deklarim, se ai komunikim me median. Patjetër është vlerësuar bashkëpunimi i SPAK me autoritetet ligjzbatuese të Shtetit Bashkuara të Amerikës në luftën kundër krimit transnacional me fokus të veçantë luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe veprat e tjera penale. Por kjo nuk ka të bëjë fare me vizitën time në Mal të Zi, të takimi me kryeprokurorin special të Malit të Zi. Unë e përmenda pak kur thash për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, të shkëlqyer do ta quaja, me prokurorinë e Malit të Zi, me prokurorinë e Kosovës dhe me prokurorinë e Maqedonisë së Veriut. Me këto 2 të fundit, Maqedonia e Veriut dhe Kosovë, hetimet përbashkëta, skuadra përbashkëta hetimore, hetime paralele, shkëmbime informacione spontane. Me Malin e Zi kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kryesisht me hetime paralele dhe shkëmbime informacioni, kemi edhe një marrëveshje kuadër e cila normon bashkëpunimin mes nesh dhe Republikës së Malit të Zi, se ne kemi vërejtur që krimi organizuar shqiptar bashkëpunon ngushtë me krimin organizuar Malit të Zi, me krimin organizuar serb. Dhe në funksion dhe të asaj që thash, e vetmja mënyrë për të përballur këto grupe strukturale kriminale, këto organizata kriminale është bashkimi i forcave. Dhe ky është qëllimi pse ne bashkë me Malin e Zi bashkëpunojmë ngushtësisht në hetimin e çështjeve që synojnë interesat e 2 vendeve tona.
sa i takon vizitës së kryeprokurorit posaçëm serb, edhe kjo ishte një nevojë për të koordinuar dhe bashkëpunuar me prokurorinë e posaçme të Serbisë, pasi hetimet tona tregojnë që po krimi organizuar shqiptar bashkëpunon me krimi organizuar serb, kryesisht në trafikimin e kokainës. Dhe pa me ndërmjetësimin edhe të Eurojust, cilin dua ta falenderoj, u mundsua ky takim, u vendosen ura bashkëpunimi dhe